Përshëndetje miq të televizionit tonë, përshëndetje miq të emisionit të Ritmi i Ditës. Ne sot kemi ardhur në komunën e Likovës, respektivisht, më konkretisht këtu në ISHP shtëpinë e shëndetit në Likovë. Kemi ardhur këtu të bisedojmë me drejtorin e këtij institucioni shëndetësor, më gjithësisht të na njohtoj me punën si po rrjedh dhe të rejat e fundit të cilët janë bërë disa renovime të cilët kanë munguar këtij institucioni, të bisedojmë gjëra gjatë dhe të njohtojmë më tepër rreth këtij institucioni. Këtu pranë meje pra kam drejtorin e këtij institucioni, zotëri Shkëlqim Musli. Atëherë drejtor, mirë se u gjetëm dhe faleminderit që pranuat ftesën për të qenë mysafiri i ri. Faleminderit shumë për prezencën tuaj. Atëherë unë jam drejtori i shtëpisë shëndetit Likovë, Shkëlqim Musliu. Kemi pothuajse një vit e ca që jemi këtu në detyrën e drejtorit të shtëpisë shëndetit Likovë. Mendoj se deri tani jemi munduar të bëjmë më të mirën për këtë institucion shëndetësor, duke bërë disa lëvizje edhe në aspektin e infrastrukturës së brendshme, po ashtu edhe disa hapa të tjerë të cilët janë shumë të rëndësishëm në mbarvajtjen e proceseve të zhvillimit të shërbimeve mjekësore të cilët i ofron shtëpia e shëndetit Likovë. Drejtor, mund na njoftoni, na jepni në një letër njoftim të shkurtër, na njoftoni edhe ne, por edhe shikuesit se kur u themelua ky institucion shëndetësor këtu në Likovë. Po. Atëherë si stacion shëndetësor ka filluar në vitin 2011, pra atëherë është bërë si hapje e këtij stacioni shëndetësor dhe hapi i dytë i cili është ndërmarrë ka qenë në vitin 2019 ku e ka marrë edhe statutin si shtëpi shëndeti, duke u hapur me shërbimet si të shërbimin e ndihmës së shpejtë, vaksinimin, stomatologjin, patronazhin, dhe këto kanë qenë shërbimet primare të cilët janë themeluar në atë vit 2019. Nga çfarë personeli përbëhet ky institucion? Atëherë, po, shtëpia e shëndetit përbëhet nga personeli më mjekësor i cili është patjetër këtu, personeli administrativ dhe personeli teknik, të cilët i shërbejnë shtëpisë shëndetit Likovë. Sa të punësuar keni dhe në çfarë drejtimi, në çfarë lëndimi të punësuar kryesisht? Gjithsej ka 54 të punësuar për momentin dhe sigurisht jemi në pritje të punësimeve të reja pasi nevoja është nëse e dukshme, sidomos e personelit mjekësor. Pra, personeli mjekësor është pothuajse mbulon 80% të komplet personelit të cilin e ka shtëpia e shëndetit, pjesa tjetër është administrative. Në çfarë shërbime medicinale mund të shërbejnë banorët e komunës Likovës këtu? Atëherë ne si shtëpi shëndeti ofrojmë shërbimin, do të thënë shërbimin më kryesor që është edhe që me të vërtetë i shërben banorëve të komunës Likovës është ndihma e shpejtë, kujdestaria dhe vizita shtëpiake, të cilat ndihma e shpejtë punon 24 orë, pra një shërbim shumë i rëndësishëm për gjithë banorët. Pastaj është vaksinimi, stomatologjia, laboratori që është shumë i rëndësishëm, patronazhi, këto janë shërbimet mjekësore të cilat ne i ofrojmë. Drejtor, përveç se këtyre shërbimeve, kemi shërbimet edhe të vaksinimit. A mund të njoftoni se si po vjen kjo procedurë? Po, atëherë shërbimi i vaksinimit është shumë i rëndësishëm për jo vetëm për institucionin tonë, po edhe shumë i rëndësishëm për popullatën si një shërbim parandalues për, siç e dim, për sëmundje të ndryshme. Shërbimi i vaksinimit përbohet nga dy ekipe pune, pra një ekip i cili merret me vaksinimin e fëmijëve nga lindja deri në moshën 6 vjeçare dhe grupi tjetër që përbohet nga një mjek, 2 motra, shërben për vaksinimin dhe kontrollet sistematike të fëmijëve nga klasa e parë deri në shkollën e mesme, vitin e 4 të shkollës mesme. Në institucionin tuaj kemi edhe laboratori. Çka mund na njoftoni më tepër rreth këtij procesi? Po, atëherë
Ne sigurisht kemi edhe shërbimin e laboratorit, i cili funksionon për momentin me shërbimin ato që din pra shërbimin primar me analizat primare, pra lëvnishin, që në fakt të kjo pjesë doja të ndaleshin pak për shkak se është një shërbim shumë i rëndësishëm për banorët e komunës Likovës, se ndoshta disa një pjesë edhe as nuk e kanë ditë që ka një laborator. Ne për këtë pjesë jemi angazhuar, kemi bërë edhe disa aktivitete nëpër gjithë komunën, duke pasur kontakt edhe me mjek të amë të cilët veç janë funksional në çdo fshat, pothuajse në çdo fshat, dhe duke informuar për kapacitetin e laboratorit të cilët ne e kemi në shërbim. Në njëjtën kohë edhe i siguroj të gjithë banorëve të komunës së Likovës se së shpejti do të kemi edhe një investim shumë të rëndësishëm për laboratorin, duke i blerë disa aparatura të reja, aparat biokimik e imunologjik, dhe për të siguruar banorëve të Likovës një shërbim laboratorik me të gjitha kushtet specialistike. Do të thotë kjo se nuk kanë nevojë të shkojnë më në Kumarov të bëjnë harxhime, rrugore, kështu, por e kanë në komunë të Likovës, në Likovë, të shërbime. Patjetër ky është edhe qëllimi, domethënë se banorët e komunës Likovës duhet i kenë të gjitha shërbimet mjekësore siç i takon një shtëpi e shëndeti. Numri i banorëve të komunës Likovës sa arrin të cilët shfrytëzojnë shërbimet këtu? Atëherë komuna e Likovës përbohet nga rreth 30.000 banorë, për të cilat ne si shtëpi e shëndetit jemi të obliguar të ofrojmë të banorëve të komunës Likovës shërbimet mjekësore primare. Ju si drejtori i këtij institucioni tash një vit që përmendet, a mendoni se i plotson kushtet për të ushtruar detyrën? Si shtëpi shëndeti me atë që e kam analizuar dhe e kam studiuar deri në çdo pikë dhe në çdo shërbim që e bëjmë, mendoj se i ofrohemi domethënë kushteve mesatare për të plotësuar kushtet për të realizuar ato shërbime të cilat i ofrojmë. Janë kryer së fundi një sër investimesh dhe ishim dëshmitarë edhe vetë se para disa ditëve po filloi me punën e kati i dytë i këtij institucioni. A mund të njoftoni më konkretisht se çka keni bërë, çka keni punuar, më detajisht diçka për shikuesit të cilët dëshirojnë të dinë? Atëherë deri para se të bëhet hapja e katit të dytë, ishim të gjithë më komplet personeli prej 54 punëtorëve ishin të gjithë në katin e parë, ishte një dyndje edhe personelit të cilët kishim nevojë edhe për hapjen e katit të dytë, sidomos për shërbimin administrativ dhe disa shërbimeve mjekësore. Kemi bërë mobilimin e katit të dytë, fasadimin e pjesëshëm ku ka pas nevojë dhe sigurisht shenjat orientuese të brendshme të katit të dytë dhe po ashtu edhe kemi, ndoshta kjo pak si është jashtë institucionit, po e kemi parë më së të nevojshme për shkak edhe të lokacionit të shtëpisë shëndetit, edhe të merremi edhe me pjesën jashtë institucionit, pra sinjalizimin nga fshati Likov deri te shtëpia e shëndetit Likov, pasi e pam se ishte më së nevojshme kjo. Kjo është. Sa i përket mjeteve për punë, a dispononi me mjete të mjaftueshme, apo keni nevojë për ndonjë mjet, si këtu kemi fjalën edhe për autoambulancët, sa janë disponueshme, a ju mjaftojnë, apo keni nevojë edhe për mjete punë? Atëherë, që nga ajo pjesa kur ne filluam me investimin në katin e dytë, ne i kemi analizuar dhe kemi bërë të gjitha projektet të cilat janë të nevojshme për institucionin, dhe i kemi bërë planet tona se si t'i sigurojmë këto mjete, duke filluar nga institucione shëndetësore deri tek ato shoqata të cilat ne i njohim veç për veprimtarinë e tyre këtu në Maqedoni, në çdo aspekt, si në aspektin infrastrukturës, ashtu edhe në aspektin profesional për të shërbimeve të cilat i ofrojnë në blerjen e aparaturave të reja këto. Kemi kontakt me të gjitha shoqatat edhe ambasadat, pothuajse me të gjitha ambasadat të cilat deri tani na kanë kthyer përgjigje pozitive. Sidomos edhe kjo
investimi i fundit që kemi pas një grant prej 15.000 eurove nga ambasada e Kinës, me të cilët edhe kemi bërë këtë mobilim. Ditë më parë me njoftuat se pranuat edhe një autoambulancë, për çka bëhet zë fjallë? Nga kush e pranuat? Po, atëherë Komuna e Likovës ka një pjesë të madhe të cilët i ka në Mërgat dhe fatmirësisht janë shumë adhëtarë dhe vazhdimisht kërkesa e tyre ose interesimi i tyre për institucionin të shëndetësor këtu në Likovë është e vazhdueshme. Sigurisht bashkëpunimi juaj me ta nuk mungon. Patjetër bashkëpunimin e kanë pas gjithmonë të hapur, jemi përgjigjur dhe i kemi parashtruar kërkesat tona edhe tek shoqatat e ndryshme që i kemi edhe brenda komunës së Likovës. Kontaktin që kemi pas me personin nga fshati Llojan Besnik Osmanin, ai vepron në Zvicër dhe dëshira e tij ishte sigurisht pas një kontakti dhe pas prezantimit të nevojave të institucionit, ai shpreh dëshirën që të dhuron një autoambulancë për shtëpinë e shëndetit Likovë për ndihmën e shpejtë dhe për vizita shtëpiake, po ashtu edhe për shërbimin rural të cilin e kemi në funksion shumë shpejt. Drejtor, sigurisht se me kalimin e kohës kërkesat vijnë shtohen, nevojat vijnë shtohen. Momentalisht për çka ka nevojë ky institucion? E kam fjalën këtu si në aspektin personal, kadrovik, por edhe në atë sa i përket objektit. Për çka më tepër keni nevojë? Po atëherë po e nisim njerë të shërbimet të cilat i kemi për momentin që i ofrojmë. Nevoja e këtij institucioni është si fillim për personel mjekësor, pra konkretisht për mjek, të cilët janë më së nevojshëm për këtë institucion. Kemi bërë kërkesat vazhdimisht, presim që këtë vit na kthehen përgjigje pozitive nga Ministria e Financave edhe Ministria e Shëndetësisë që të punësojnë mjekët, për shkak se te shërbimi ndihmës shpejt ne ofrojmë pra edhe kujdestarinë edhe vizita shtëpiake, por në kohën e kujdestarisë nga ora 7 mbrëmje deri ora 8 mëngjes, në atë periudhë kujdestaria mbulohet nga shërbimi i ndihmës së shpejtë. Pra, njëjti shërbim pra që përbëhet nga një mjek, 2 motra dhe një shofer, ato e mbulojnë edhe pjesën e kujdestarisë. Në rastet e ndihmës së shpejtë të cilat ekipi del në terren për të i ofruar shërbimin pacientëve, atëherë na mbetet kujdestaria pa mjek. Kështu që di edhe revoltën nga njerë të pacientëve të cilët kanë mbetur ndoshta për disa minuta ose deri një orë pa duke pritur për shërbim, po i kërkojnë falje, po e gjithë vështirësia e problemit qëndron këtu te personeli mjekësor. Te personeli kadrovik, domethënë për çka keni aplikuar, për çka keni kërkuar po konkretisht? Kërkesat tona për personelin këtu në shtëpinë e shëndetit janë 3 mjek, të cilët i kemi kërkuar, janë 2 motra, të cilët do të shërbejnë në ndihmë të shpejtë dhe në vaksinim. Personel administrativ pastaj është pjesa tjetër, është për një arhivist, një ekonomist dhe një punëtor të shërbimit teknik. Sa i përket objektit, a është gjithçka në rregull apo keni nevojë diçka? Apo burrit të objektit? Po, sa i përket hapësirës së jashtme të objektit, duket është e dukshme se ka nevojë për një rikonstruim, po jo veç oborri, po edhe ka të i parë, cilët kemi bërë një plan, një projekt konkret, edhe kemi prezantuar në ato shoqata që i përmendëm, po edhe në Ministri të Shëndetësisë në sektorin e arkitektëve, ku bëhen projektet në sektorin projektant, që presim një përgjigje pozitive sa më shpejt për të siguruar mjetet për të filluar veç me punimet. Ndërsa sa i përket oborrit bekatonizimi dhe një plan edhe për pacientët të cilët kanë vështirësi parkimi, e kemi rregulluar veç më tash me ato mundësi që kemi pas. Në mjetë vetanake. Vetanake, po, pjesërisht, po tani e kemi lehtësuar pak pjesën e parkimit. Ndërkohë për shkak edhe të lokacionit
të shtëpi shëndetit që e dim pak që është pak malor, edhe kemi kërkuar edhe te komuna për një mundësinë e krijimit të një rrugë alternative e cila siguron një qasje dy kashe për automjetet, të cilat edhe për pacientët të cilët vinë, po edhe për efikasitetin e ndihmës së shpejtë, e cila vazhdimisht është në terren, që nuk e di nëse do të bëhet realitet sa këtë vit apo vitin tjetër, por që është mëse i nevojshëm një investim i tillë. Drejtor, mu nuk më mbetet gjë tjetër, veç që uroj suksese, por nëse kemi harruar diçka lirisht mund të shprehni mendimin apo kërkesat tuaja ndaj institucioneve, të cilat ndoshta do të dëgjojnë përmes televizionit tonë. Po, unë mendoj se institucionet të cilat i kemi ne në mbikëqyrje, siç është Fondi Shëndetësor dhe Ministria e Shëndetësisë, po dhe Ministria e Financave, duhet që të jenë sa më afër institucioneve shëndetësore kudo që janë ato. Këtu duhet ta përmend edhe vizitën e Ministrit të Shëndetësisë, Arben Taravarit, i cili me prezencën e tij tregoi një përkushtim serioz dhe të palodhur ndaj çdo institucioni shëndetësor, qoftë edhe ai periferik siç është ky këtu, për të bërë më të mirën për të institucione, sikur në aspektin infrastrukturës së brendshme për në investimin në renovime, ashtu edhe në rritjen e shërbimeve mjekësore, deri në atë specialistike pra. Drejtor. Të nderuar shikues, ishte pra kjo një bisedë e këndshme rreth informimit të institucionit pra shëndetësor këtu i shtëpisë së shëndetit në Likov. Patëm kënaqësinë dhe nderin të bisedojmë me drejtorin e këtij institucioni, zotërin Shkëlqyer Mosli. Juve të nderuar shikues, ju dëshirojmë çaste të këndshme me programin tonë vazhdim deri në takimin e radhës.